Mirëmëngjes të gjithëve, i uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Natyrisht që sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore. Shpesh herë ne fokusohemi tek vitet e fundit, tek vitet e 80-ta, 90-ta, por në fakt kanë qenë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka në mënyrë që sot ne ta gëzojmë shtetin e pavarur të Kosovës. Shprehim respektin më të thellë për të gjithë që kontribuan, shprehem respektin më të thellë për rrugën, vizionin dhe kontributin e presidentit ton historik, atit themeltar dhe arkitektit të pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, për sakrificën e familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, për mira dëshmor herojnë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të gjithë ata që dhanë jetën, dhanë mundin dhe bën sakrificë në mënyrë që sot të gjithë së bashku t'i gëzohemi shtetit tonë. Natyrisht që është pikrisht kjo sakrificë që ka trasuar rrugën tonë përpara për forcimin e shtetit tonë drejt rrugës euroatlantike në këtë familje ku ne gjithmonë e kemi pasur vendin. Rroft Republika e Kosovës për jetë e mëdha.